Drama e pam, Holokausti, lufta e dytë botërore ndaj hebrejve ishte një masakër e pa dëgjuar në historinë moderne të njerëzimit. Dhe tani vendi që e psoi atë që gëzoi simpatinë e gjithë perëndimit të Evropës apo të gjithë globit, viktimat e asaj genocidi, njerëzit çohen edhe grupe studentësh edhe nga Shqipëria, vizitojnë muzeun e asaj masakre, muzeun historik. Tash të arrijë s'po them dot ky popull, po të arrijë qeveria e këtij shteti që në një farë masë të përsërisë të bëj genocid, apo të bëj shtarosje në masë, apo të bëj pastrim etnik, është një fatalitet historik, si thua. Vendi viktim kthehet në xhelat të pafajshëm, të pambrojturve, të atyre njerëzve që citoi një grua të madhe izraelite që thoshte u distancova nga zionizmi kur pash që armiqtë e mi ishin disa çoban palestinez, dhe ata ne po shkonin t'i vrisnin. Një gjë ndodhet sot. Hamasi sigurisht ka bërë terror, ka vrarë civil të pafajshëm, izraelit patjetër, ka vrarë fëmijë, ka bërë akte të barbare të tmerrshme, por është prapë në proporcion me fuqinë e makinerisë luftarake që Izraeli ka. Dhe viktimat e Hamasit nuk mund të barazohen kurrë me ato të Izraelit në mënyrë të llogaritur sistematike dhe me një qëllim final, aneksimin e atij territori dhe zhdukjen e popullsie nga faqja e dhëut. Të paktën nëse flasim për luftën dhe përfundimin e saj, edhe pse është vetëm një memorandum bashkëpunimi ai që pritet firmoset për t'i hapur rrugë më pas bisedimeve teknike, do të ishte një piknisje? Kush ai që do të firmoset mes SBA-s dhe Amerikës? Se nëse firmoset ai, pastaj duket sikur pjesa tjetër do të gjejë një lloj paqe. Po, ka ndodhur tash gjatë armëpushimit, u bombardua Tirani, u kundërpërgjigj Tirani ndaj bazave amerikane, u përgjigj ndaj Izraelit. Pra armëpushimi është i brisht dhe në çdo moment një mos respektimi i tij rigoroz mund ta çojë ta dështojë, si thua. Ta hedhin koshën e plerave. Gjë që nuk është e dëshirueshme. Dhe në kohë kur Irani është pjesë e kampionatit botëror të futbollit, pastaj mund të shndërrohet në problem për çështjet e sigurisë në Amerikë apo jo? Shpresoj që jo, tani edhe Izraeli është pjesë e një konflikti, por vjen luan Shqipëri, është garantohet siguria, Shtetet e Bashkuara ka një siguri shumë të efikase se shqiptare. Nuk mendoj se do donin të bënin gabimin asaj që bëri Irani në kohën e revolucionit të Ajatollahëve kur mori peng nga ambasadën amerikane. Nuk mendoj se Shtetet e Bashkuara janë në nivelin e asaj gabimi historik. Dakor, Sokol, të falenderoj shumë, ishte kënaqësi dhe shpresojmë të kemi një marrëveshje për detajet e cilës do të mund të flasim në vazhdim. Faleminderit shumë. Faleminderit ju.